Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë ka regjistruar kryesisht një procedim penal për veprën penale shpërdorim detyre parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal lidhur me problematikat në menaxhimin dhe organizimin e shërbimit të ushqimit për pacientët në Spitalin Rajonal Korçë. Hetimi është regjistruar pas publikimit të një materiali investigativ më 11 mars 2026, ku referuan gjetjet nga raporti i auditimit të kontrollit të lartë të shtetit, sipas të cilit janë evidentuar problematika në mënyrën e menaxhimit dhe organizimit të shërbimit të ushqimit për pacientët. Në kuadër të këtij procedimi penal, prokuroria ka urdhëruar kryerjen e një sër veprimesh hetimore nga oficerët e policisë gjyqësore. Qëllimi është verifikimi plot i rrethanave të paraqitura në materialin e publikuar, administrimi i dokumentacionit përkatës dhe identifikimi çdo personi që mund të ketë përgjegjësi ligjore në këtë çështje. Sipas njoftimit, hetimet do të zhvillohen në funksion të garantimit të detyrimeve ligjore të institucioneve publike për mbrojtjen e shëndetit të pacientëve dhe të qytetarëve të qarkut Korçë. Prokuroria e Korçës thekson se mbetet e angazhuar për të zhvilluar një hetim të plotë të paanshëm dhe në përputhje me ligjin.